Attention, just for a few minutes while the cabin crew point out 1,000 meters of this Boeing 737. Yeah, no, Aircraft and all people must be removed. We'd like to thank you for choosing to Sa po më rritëm në Malpensa, besoj nuk ju kam thënë ende mirë se erdhën në vlogun tjetër, që sa po mbyll ai, pa shpirti mamit, sa po mbyll ai që ishte, ja është i riu kë, u hap direkt, Kalvin, hajde këtu zemër. Po, erdhëm këtu tani në Malpensa, do rrim pa këtu dhe pastaj do të nisemi me makinë. No, Miki, prit. Po, flasim pastaj. Tipo, defender de... Olha, chocolate. Os mais chocolate. Fillojmë një home tour këtu në Bellinzona ku kemi ardhur. Pëlqeu ekstrem shumë, ishte shumë këllësi, ishte pikë, ishte disa kënde që mua më pëlqyen. Kjo ishte pjesa ku do të hanim bukë, edhe kjo pjesa e kuzhinës ishte shumë nice, edhe salloni, pjesa e dhomës së ndënjes atje, kishte madje edhe robot pastrues këtu. Ajo që mua më pëlqeu më tepër nga të gjitha ishin këto shkallët, siç i shihni kështu si në Mykonos, ishin shumë interesante. Dhe sipër ishte pjesa e dhomave të gjumit, secili normalisht kishte pjesën e vet, do të thënë dhomën e vet gjumit, do të thënë unë me fëmijët e Ivi, me 2 fëmijët e tjerë, unë me Mikin, do të thënë këtu kemi fjetur ne të dy. Kishte një tualet shumë interesant me dush, do të thënë diçka normale, nuk ishte ndonjë wow. Por si shtëpi ishte shumë e lezetshme, edhe të jepte një ndjesi rehatije, gjithashtu kishte edhe lavatriçe dhe tharse. Po e hap këtë video pas shumë orësh edhe pas shumë aventurash që kemi kaluar. Tani sa bëra një dush edhe u relaksova, çova Mikin e gjumë, Ivi po çon fëmijët. Dhe sa e keni kuptuar, nuk e di ndoshta e keni kuptuar apo jo, kemi ardhur në Bellinzona, qofse e them mirë kështu, në Zvicër. Domethënë plani ynë ishte që të shkonim nga Malpensa për në Bergamo dhe në Bergamo do të merrim makinën që do ta rezervonim me qira dhe nga atje do shkonim për në Konstancë. Ky ishte plani, por plani u anullua. Ne do të kthehemi sërish këtu në fakt, por jo fiks këtu. Dhe kështu, spontan doli ky, sepse makina që ne do të merrnim ishte rezervuar dhe ajo kishte një çmim të mirë, pastaj tjerat kishin super çmim, sepse Ivi e la kështu në moment fundit, gjë që Ivi s'e bën kurrë, por që nuk e di se si na ngeli ajo makina në moment fundit. Edhe kur Ivi foli me ata dhe ne do të niseshim për në Bergamo, edhe kur foli Ivi me ata, ata thanë që nuk është më e lirë ajo që kishte parë Ivi, kështu që ne vendosëm që të mos iknim, mos merrnim makinë, pyetëm tek këto që ishte aty tek aeroporti, këto kompanitë që japin makina me qira, po kishin çmime stratosferike, edhe nuk ja vlente për të marrë makina me qira, sepse morëm dhe aty në Majorka, Navajti dhe ajo sa Navajti, do me thënë do marrim përsëri këtu sepse do lëvizim goxha midis qyteteve dhe shteteve në kufi. Kështu që po, tham, okay, s'po e marrim këtë dhe erdhëm një herë këtu që të shplodheshim, se të fëmijët u lodhen ekstrem shumë, fluturimi shkoi shumë mirë, do me thënë nuk e kemi ndjer fare avionin, unë si një njeri që panikosem në avion, do me thënë nuk kam fare ndjesi të mira, i urrej, çfarë të bëj që është mënyra më e thjeshtë, i urrej. Për shembull, unë nuk do shkoj kur diu në Maldive ose në Bali ose nuk e di, nuk besoj se do ndodh kurrë, sepse unë nuk mund të udhëtoj dot aq shumë orë me avion. Do thënë, nuk e di,
nuk e perceptoj dot, unë 2 orë dhe jam kështu, do të thënë vdis tani, vdis pastaj. Dhe kur them vdis tani, vdis pastaj e kam seriozisht sepse kam super rrahje të shpejta zemre, kam shumë panik. Nuk e di pse më ka filluar kjo frika në avion kaq shumë, më përpara nuk e kam pasur. Nëse, gjithsesi, erdhëm këtu, është nuk di sa bukur, o zot, ju që jetoni këtej, unë kam shoqen time të ngushtë në fakt, që jeton aty afër, në Lugano, po ishte yll. Do të thënë sa bukur ajo pamja, super mahnitse dhe sa do të mund të shohësh gjëra të bukura vërdall tek këtu, po gjithmonë mahnitesh dhe kjo është shumë gjë e bukur sepse unë dua dhe më pëlqen kjo ndjesia që të gjithmonë të mahnitem nga gjërat edhe mos na duken kështu që lezetshëm ose nuk e di, mua më pëlqen shumë të mahnitem nga gjërat. Edhe, po, u mahnita. Pastaj, erdhëm këtu, domethënë jemi nisur që nga shtëpia në orën 9, sapo kemi mbaruar mëngjesin dhe kemi mbërritur këtu rreth orës 7:30. Mezi kemi gjetë këtë shtëpinë që mori Ivi në booking. Kjo është shumë e bukur, gjithsesi në hyrje besoj ja u kam treguar këtë, ja kam bërë kështu si home tour, sepse kjo është fiks një shtëpi pushimi. Mezi e kemi, domethënë nuk po e gjenin fare, ik ande, kemi kërkuar kudo dhe këto janë malore dishez dhe o zot sa jemi lodhur, po realisht këtu kemi njohur njerëzit më të sjellshëm që mund të kem parë unë gjithë jetën time. Domethënë nuk e di, askund s'kam parë njerëz kaq të sjellshëm. Ishte një djalë aty tek një kafe e vogël që po pinte një kafe me 2 goca për shefin e vet dhe ne e pyetëm për këtë rrugën sepse nuk na dilte as në Google Maps, do të them askund nuk na dilte, edhe pse pyesim njerëzit dhe njerëzit vinin që bënin hapin Google Mapin, po Google Mapin e hapnin dhe vetë, në thjesht donin të dinin. Aty thoshte dyshi, ndërkohë dyshi nuk ekzistonte fare në asnjë shtëpi, ekzistonte po ishte poshtë. Edhe kërko. Më bëm shumë nervoz sepse me fëmijët të 3, ata na kanë punuar zbor në tren, domethënë treni sa kemi bërë nga Malpensa këtu, sot nuk di t'ju them, Oktavia që nuk bindej, na provokonte nervin maksimum, Miki që donte të lvizte se s'ka faj, Kalvin që kishte 100 pyetje pse kur do shkojmë, sepse ishin dhe të lodhur, nuk kanë faj, kishin që në orën 9, po dhe ne ishim të lodhur. Edhe ishte, nuk e di, domethënë si rezistuam atyre orëve në tren, jemi mirë, jemi gjallë. Edhe gjithsesi për të thoja që erdhëm këtu, edhe ishte një djalë shumë i sjellshëm, edhe ne thjesht e pyetëm, ndërsa ai erdhi na shoqëroi, mori një nga valixhet se ne kishim 3 valixhe dyshëm, të mëdha një më të vogël, edhe shumë i sjellshëm na kërkoi kudo këtej, edhe rastësisht pastaj as atë nuk e gjetën, dhe me ato shkuan poshtë nga fundi i kot. Pastaj rastësisht doli një burr që ishte një zotëri që ishte ngjitur me këtë shtëpinë. Edhe tha që është kjo këtu, thash, kjo e di tha që është për booking. Okej. Erdhëm këtu, kodi nuk na kishte ardhur, ai kishte thënë Ivi do të nis kodin, po s'u duket ai ishte nis në numër tjetër. Të paktën kështu tha ai, se ndoshta Ivi ka dhënë një nga të 2, por ishte vetëm njëri aty, ose kur ka bërë regjistrimin në booking, tani e ka ndryshuar numrin, ka pas një tjetër, nuk e di. Por që kodi s'po na vinte, ne aty me fëmijët, Miki donte gjumë, se ishte ora diku të 8 ai Miki s'kishte bërë as gjumë dreke, do të bënte kakën, nuk doja ta çoja diku në ndonjë vend, për shembull, edhe mirë që i kisha vendosur një bebelin, se normalisht në këto raste kur dalim i jap bebelin se nuk kemi si ta bëjmë. Edhe po i thoja që bëjmë bebelin dhe ai i shkreti, ta bëjte bebelina, bëje. Edhe hall më vete fëmijët që donin të shkonin të hanin, të pinin, të bënin çdo lloj gjëje tjetër, po nuk janë për të pirë, kishin pirë, po që të qetësoheshin, të ndroheshin, se s'po rrinin dot, orari i gjumit. Pyetëm andej, nuk i vinte Ivi t'ju fik telefoni, shkoj tek një lokal këtu afër, po ja u tregoj kështu po ja u tregoj si histori dhe sa kemi vuajtur. Shkoj tek ai restoranti, tek një lokal këtu që ishte ky djali që na ndihmoi kështu, që ishte super i sjellshëm, ishte italian, që ishte super i sjellshëm që na ndihmoi këtu vërdall. Edhe pastaj aty ishte tek ky djali që ishte kamarier, edhe ai po na ndihmonte prap sepse ne po kërkonim, ne e morëm këtë si një mashtrim, domethënë. Edhe pse Ivi e kishte paguar edhe të gjitha, ne e morëm si një mashtrim, tham, okay, është mashtrim, po kërkojmë tjetër. Madje edhe ky djali që punonte aty kamarier që ishte
nuk e di se sa i sjellshëm që të dy, super të sjellshëm, domethënë mirë që po na ndihmonte për të gjetur tjetër, domethënë ai kërkonte kthej, kush gjente sa më shpejt. Aty na tha në fund që do t'ju çoj ju, tha, kur të mbaroj punën me makinën time, sepse ne s'morëm as makinë me qira siç e dini këtu. Edhe tha sepse taksit shkojnë shumë shtrejt, pastaj britnim me këto autobuset, se po shihnim ja dy hotele. Edhe fati mirë që Ivi bëri një ankesë direkt në Booking për këtë edhe bëri një denoncim në Booking edhe ky e mori direkt telefon. Nuk e di se e mori sepse i ka ardhur ndonjë njoftim apo për çfarë arsye ka bërë, por që mori Ivin direkt telefon, sepse ai as në telefon nuk dilte nuk lidheshim dot me atë, domethënë. Edhe ne nuk na ka ndodhur kurrë, se realisht ju e keni një vënë re se sa herë ne lëvizim me këto dhe sa herë marrim me Booking etj, domethënë nuk na ka ndodhur kurrë, kjo ishte hera e parë. Edhe siç thash Ivi po bënte këto, po ndërkohë po shihte edhe për dhomat e tjera që ishin goxha të shtrenjta dhe na vinte edhe keq se i kishim dhënë lekët. Se sot ka qenë ditë kështu, edhe në avion fëmijët blen ja 2 kështu 3 Pringlesa, çfarë 3? 2 kaj, 4 Pringlesa, edhe hajde ik me ato gocat atje. Një porosi që ajo kishte bërë 32. Duke ishte 3 euro, ajo kishte bërë 32. Nuk e di, por që ikin një vit një 32 euro kot, përveç këtyre që paguam normalisht se morëm produktin, po ikin 32 euro kot që ata e kishin mbajtur, ne nuk theshim dot brenda në borë që të pyesnin. Nëse iku ajo. Por që kështu edhe për ju thoya që kishim paguar këtë, edhe ishim normalisht të mërzitur se do jepnin prap lekë dhe hajt mo, se do jepnin prap lekë, se iku, okej, fikson tjetrin tru që mbaroi ky muhabet, do marrim një shtëpi tjetër me qira, domethënë, po hajde, po ishte problemi që do shkonim atje, domethënë do shkonim, do përdorim ose transportin publik ose taksin, i kandej, e dini ju se si është, edhe nuk di domethënë, nuk di se sa jemi lodhur në moment që ne ishim duke folur me një tjetër hotel që po fliste Ivi, nëse kishte dhomë, ajo ishte diku tha ajo zgjat me makinë 30 minuta. Edhe sa do bëheshim gati në përtik atje, mori ky zotëria siç e thash, edhe kështu tha, un kam fituar ta bëj te kjo, i më fal mërzit shumë. Edhe okej, po t'jap kodin, erdhi Ivi hapi tërën. Ishte kodi, ishte çdo gjë okej, erdhëm këtu, shtëpia është shumë e bukur, domethënë shihni sa pamje super ka, mund të jetë e vjetër, po që është shumë e bukur, të jep një super vibe, nuk e di domethënë, është shumë e këndshme, më pëlqen shumë, por jemi lodh, e kemi prit që nuk di çfarë t'ju them dhe me zor e kemi gjetë. Edhe shqyr mbaroi. Erdhëm këtu ishim kështu të vdekur. Jepi madje doli më vonë se shkoi te një supermarket që të blinte disa gjëra, ishte vonë. Ky ishte një vidhë këtu afër, nuk ishte hapur, shkoi tek tjetri sepse normalisht erdhëm shumë vonë. Si përfundim, fundi është pozitiv, por që lodhja ishte nuk di, domethënë edhe fëmijët dhe ne dhe humbëm sot komplet, sepse u lodhëm, nuk e di, britëm për aeroportet me fëmijët, brith këtej, brith andej, ai aeroporti i Majorkës është, nuk di, po kush ka shkuar ndonjëherë, besoj më jep të drejtë, atje ku shkon për tek hyrja për shembull edhe tek dalja, që shkon për tek të bësh check-in ku diun, do ecësh nuk e di, 5 minuta për të shkuar atje, domethënë shumë. 5 minuta me fëmijë hip andej njerëz pafund se normalisht turista, sezoni. Po nuk e di. Më thënë super lidhje, është super lodhje, gjatë të fjalën nuk e di pafund, por që realisht nuk e di. U lodhëm shumë fare sot, ishte ditë, wow. Mundohemi pafund që të bëjmë shumë udhëtime, sepse kemi shumë dëshirë që dhe fëmijët shohin, dhe ne vetë shohim, sepse ata do rriten, do shohin, po edhe ne duam për veten tonë, por që me 3 fëmijë, me sinqeritetin më të madh, nuk është se është as që thjesht të bësh të shkosh, të lëvizësh, jo aviona, jo transport publik, jo taksi, jo dhe makina, çdo që të kesh domethënë nuk është shumë e thjeshtë. Se dy të tjerët janë pak më të mëdhenj, po miki është pak më i vogël edhe ka ato nevojat e tij, do të luaj, nuk rri aq shumë i përqendruar sa ç'mund të rri Kalvin dhe Octavia. Por gjithsesi thash që çdo gjë përfundoi pozitive dhe gjithë kështu. Ivi që po kënaqet duke fol italisht, besoj ju e dini që ne flasim italisht në të dy,
Edhe kur kemi qenë, besoj puna e parë që kemi bërë kur kemi shkuar në Tiranë ka qenë call center. Por që italishten e kemi mësuar, unë të paktën e kam mësuar nga televizori. Unë kam parë, nuk e di, Disney Channel, kush e mban mend që kanë qenë italisht të gjitha, çdo gjë me vite me radhë dhe aty e kemi mësuar italishten të dy shumë mirë, të paktën mendojmë që e dim shumë mirë. Edhe kështu plus italishtja është mendoj unë gjuhë e thjeshtë dhe është shumë e bukur, të kënaqet shpirtit ta dëgjosh, domethënë. Edhe mendoj se njerëzit në përgjithësi këtu janë më solar. Edhe aty në Majorka, do ta them këtu ishin njerëzit shumë të mirë, domethënë spanjollët, jo këta të huajt, refugjatët ose siç se mund ta quajnë ndryshëm, jo spanjoll. Ata ishin deri diku, po këta spanjollët vetë ishin shumë të sjellshëm. Kur shkoj e blie diçka, faleminderit gjatë gjithë kohës. Por që u kënaqem shumë edhe në Majorka ishte shumë bukur. Pushimet i kaluam shumë mirë, siç u thash edhe për atë resortin, çdo lloj gjëje tjetër ishte shumë mirë. Këtu do rrim diku tek 2 ditë, domethënë një natë, 2 ditë. Unë do hapa çik këto valizhe, se gjë e mirë e kësaj shtëpisë është që ka dhe lavatriçe dhe tharse, dhe unë kam fut lavatriçen, tani nëse ngjoni këtë zhurmë, është fut lavatriçe e dytë. Se me të parën mbarova dhe futa në trokë apo erdha në tharse. Tani këto që kam hapur kështu do t'i sistemoj pak mirë edhe do relaksohemi se realisht jemi shumë të lodhur që të dy, ekstrem shumë, i tani që bëri gjithë këtë rrugë në këmbë, po dhe unë edhe fëmijët miki për shkakun fjeti direkt, me sekonda zuri gjumës se ishte ekstrem i lodhur. Kështu, po që gjithsesi u mbyll mirë kjo eksperiencë dhe do të shihemi përsëri nesër që në mëngjes. Mirëmëngjes nga 2 ditë më vonë, ndoshta këtu sepse nuk xhirova më se u morëm me disa gjëra që na duheshin, edhe ky ishte thjesht momenti që unë isha duke marrë që po sistemoja se do të bëheshim gati për të ikur. U kënaqem shumë, ishte një nga zonat që mua më pëlqeu më tepër nga të gjitha, dhe sidomos rruga një herë. Kjo ishte makina që morëm në qira, se siç u thash do të merrni një tjetër, e morëm në Lugano dhe do ta sjellim përsëri në Lugano. Dhe zona ishte shumë e bukur, siç u thash, shkuam, na u kënaq syri me të gjitha ato pamjet që pam gjatë gjithë kohës, dhe realisht është një vend në të cilin do jetoja me dëshirën më të madhe, sepse kam kuptuar kohët e fundit që male, deti, natyra më japin shumë kënaqësi, edhe këto minutat ose orët që kaluam në makinë nuk i ndjeva shumë. Pyetja ime që bëja gjithmonë ishte si jetojnë ata njerëzit atje sipër, si marrin të gjitha kushtet etj. Ishte shumë ide interesante edhe është shumë gjë e bukur të bënim këtë udhëtim, dhe jam shumë e lumtur fakt që kemi bërë me makinë, edhe pse mendoja se do të lodheshim shumë, fëmijët do të lodheshin shumë, por nuk ishte ashtu. Më tepër jemi lodhur, me thënë të drejtën, kur jemi nisur në atë udhëtimin për në Itali, por do ta shihni rrugën se çfarë ka ndodhur deri atëherë, por ju lë në pritje. Por këtë rrugëtimin, këtë rrugën, kështu udhëtimin e kam shijuar shumë. Kjo pamja këtu për shembull, për mua ishte relaks, një kafe në dorë, kjo pamja, dhe nuk të duhet më asnjë gjë tjetër. Siç thash, ishte një ide shumë interesante dhe ja u sugjeroj që të gjithëve t'i bëni këto rrugë ose këto udhëtime të vogla, kështu që të shihni disa shtete me makinë, edhe me fëmijët me vete, edhe se duket si e vështirë, nuk është shumë e vështirë se me ndalesa etj ngjan shumë mirë. Por që ne këtu po shkonim në Francë, nuk e di nëse dallohet rrugës tani. Do të shkojmë në Francë dhe të qëndrojmë atje 2 ditë, sepse na duhet të shkojmë edhe diku tjetër, që me shumë siguri të gjitha këto do t'i merrni vesh edhe në për vlogjet e tjera, por që po kishim bërë plane sepse donim të arrinim disa takime të cilat i kemi bërë apo i kemi lënë që kohë më parë. Edhe këtu ishte shumë këndshëm, këtu jemi shumë afër kufirit, do me thonë besoj këtu është, kishte shumë njerëz që flisnin dhe gjermanisht te kjo pjesa, kështu që ishte shumë okay. Na pëlqeu shumë, ishte në pauza këtu. Dize, ku jemi tani kaj? Në të zorti. Oj, spini. Dera tjetër. Med die Wort. Das ja, das Lied. Lied?
Përshëndetje nga një tjetër shtet. Tjetër vlogmas. Sot jemi në Francë, miqtë e mi. E kemi marrë me radhë, sepse si që thash do të bëjmë shumë udhëtime, po ky na doli i papritur, sepse si që thash, herën e kaluar prem një qëndruam disa ditë në një vend tjetër, kështu që ishim afër këtu dhe erdhëm ne në Francë. Kjo ki? Hiruzha po vesh fucët. Dolëm kështu me vrap që të shijojmë pak të pasditën, edhe të handojmë gjë, të blejmë një gjë që na duhet. La 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 la. Po bajet e jemi duke hip karuzelave. Kemi ardhur tani në një qendër tregtare, siç e shihni, ky është i njëjti outfit, por në shtete të ndryshëm. Më lini t'ju influencoj. Po kemi ardhur në një qendër tregtare këtu që dalim pak të shohim një gjë të bukur dhe pastaj do të shkojmë që të ham një dark. Hi. Ni unë edhe çuçi im do gatuajmë, ne blem disa gjëra te Carrefouri. Edhe do... Pastaj melone. Kjo pas unë? Shashi. Shashi? Kujdes mos e çuke kamerën. Edhe do bëjmë pak spaghetti, kështu e pak morëm një salcë. Morëm dhe disa gjëra për nesër, që t'i kishim kështu në mëngjes. Edhe matja tjetër kasa ishte një grua, një zonjë shqiptare. Tha ajo, jeni shqiptare? Sepse gjështën e flisin shqip, po fëmijët flisin gjermanisht në fakt, me njëri tjetrin, po që e kuptojnë sepse ne po i flisim shqip. Edhe... Po bërtisnim shqip, do t'i. Mami! Mami, mos tisë shqip. Ani, me qënë se jemi këtu, një sekund, mami. Me qënë se jemi këtu, jemi veshu kështu na injoromi pamjen, po ju të koke qëfar morëm. Prishim të karota, perimet fotat asgjë nuk ishte freskët me thënë të drejtën, po mora sepse më duheshin edhe si shoku merja. 2 karota, një tani për të bërë salcën edhe një ta kem fëmijët për snack, po thash nuk ja vlenin ato tjerët, morëm një tip buke kështu. Buka madhe. Për fëmijët, duket shumë e mirë. Morëm një kastravec. Kastravec? Po, kastravec. Morëm të brenda kam domate. Tomatet më bëhen të mira. Ta, të gjatë. Për mami që do t'i lanë që do t'i lanë atin. Morëm pak filet të pule që ta bëjmë tani. Edhepse këtu pas ka 2 vatra, unë se vura re qëfar, tani do t'i bëj pak shpejt. Kjo është salsa që morëm me borzilok, po një të vogël morëm, se nuk e se dëna duhet. Morëm kështu parmigiano për spaghetti së të bëjmë tani. Morëm këto për mëgjes për fëmijët i kemë kështu për speci, do t'i qojmë në vronë këto. Morëm një ciabatta, të ndaj me mes të mbushim si sandwich me ivin. Këto është një për qep nga këto lejlat, ose të pushet që të temi ne. Këto pastaj i kemi spaghetti, të mora pak të mdaj që fëmijët mos të lodhen në salime të shtjellë këto. Morëm proshut, pule, proshut. Qa është kjo tjera pule, është kjo. Morëm edhe guda, që të kemi për të mbush këto si tip sanduici. Morëm të gjëtë shumë andej. Morëm një tip reçeli kështu për fëmijët në lule shtryve, ta kishin mos donin të hajnë gjes. Një vaj ulliri që më duhet ta hedh këtu, me shëra pjana. Edhe, jo, s'kuna përpër. Mama, se stja është të drajnë. E gjitha këto kushtuan 50? 28? 28 euro, po kam akoma më gjëra të tjera këtu, s'ka hapën bërë. Jo,
Mori ca bira, kështu për t'i provuar, këto më duket këtë e ka provuar në Gjermani, merr në Gjermani. Nuk e di, nuk kam shpesiu, po këtë se kam parë. A kjo është krip? Po. Kjo është krip. Morëm një Red Bull ta kemi edhe një ujë, edhe 2 bira të tjera si këto. Me thënë ka gjëra morëm. Janë okay, mendoj unë për çmimin. Pak a shumë si në Gjermani ishin, disa gjëra ishin pak më lirë se në Gjermani. Nejse, tani do gatuajmë këto pastat, edhe këto filetet të pulës, edhe do ham darkën të gjithë së bashku. Mirë mëngjes, ne u ngritëm tani dhe përgatisim një mëngjes të shishëm për të gjithë ne. Në fakt është as mëngjes as drekë, është brunch për midis, por që se fëmijët hëngër dhe disa gjëra të vogla për mëngjes të tipit ara dhe disa croissant që ju tregonin, por gjëra të tilla. Edhe tani do të përgatisim këto, marrim dhe bukën aty. Edhe ky është mëngjesi. La tani me fëmijët marrim ndonjë akullore. Qofse nuk e do mami, të lutemi edhe tek një kosh. Një kosh? Jo Miki, mami. Do lëmë fëmijët për të ngrënë akullore, pim edhe një kafe, unë piva kafe, morëm një Fanta për të tre. Edhe kështu, po shijojmë pak të momentin sepse jemi pa babushin sot, babushi është në një takim të rëndësishëm që do t'ju tregoj më vonë. Ma e mami zemër. Edhe jo. Erdhëm tani dhe dolëm një çik te balkoni për të përshëndetur të gjithë njerëzit që po kalojnë. Këto shumë lezetshëm si vend, i siguruar, kjo që më pëlqen mua, se poshtë nga ana këtej e majt është policia, kudo ka gjëra shumë interesante dhe që ruhen nga kontrolle, kështu gjëra, kështu që security, kështu që më pëlqen. Erdi babushi nga atje ku ishte, Ivi, do të thënë, tani do bëjmë gati dhe do ikim në qytet që është këtu afër, që e kemi shumë për zemër, edhe kemi diçka në mendje, por që kisha harruar të merrja këto pasaportat, thjesht si i bie kartën e identitetit, sepse na duhen ato se nuk i dihet nga që është në kufi, edhe mund të ketë ndonjë kontroll ose kush e di se ça, kështu që na duhen ato me patjetër. Hajde gjej unë tani ku ka çorivi. Do shohim të bëjmë ndonjë gjë interesante atje dhe ta ham ndonjë gjë për darkën në mënyrë që unë të mos gatuaj fare këtu. Si butuan vetrove, non so. C'è tipo. Non c'ho un po' di fare. Mirë mëngjes! Ne jemi në makinë tani, shikoni pa kështu si u kam lënë aty në një pozicion të prirës. Dhe sot do të nisemi për në Itali, jemi këtu afër, do shkojmë në Como. Edhe do takojmë me vllajën tim dhe kunatën, edhe do kalojmë ja 3 ditë të mrekullueshme së bashku, por mendova që këtë vlog ta mbyll këtu në mënyrë që të bëj sens e gjitha dhe kuptime gjitha, sens dhe kuptime në njëjta gjë, po që të bëj kuptime gjitha. Edhe pastaj do të kemi atë vlogun e Italisë edhe kthimin për në shtëpi pastaj. Mbaruan pushimet tona 100 javore. Pak nga pak po më mungon shtëpia hajeta. Ni dhe pakjet, lutem.
Unë ju falenderoj nga zemra nëse e keni parë këtë vlog, uroj t'ju ketë pëlqyer, ju kemi argëtuar sa më shumë të jetë mundur. Do të shihemi në vlogun tjetër, që do të jetë vlogu italisë të Como. Paqim, kujdesuni për veten.